Në rrugët e lagjes i Kov në Prag, mëngjesi i fundjanarit, mbante një ftohtësi që të depërtonte deri në eshtra. Shtresa e hollë e borës që kishte mbuluar trotuaret shkëlqente në dritën ngritë dielli që përpishej të çante mjegullën, ndërsa fryma e njerëzve dilte në rreth të vogla që ngriheshin lart dhe humbnin në ajrin e ftohtë. Aroma e kafes së freskët dhe bukës së sapo pjekur vinte nga furrat e vogla në çdo qoshe, duke e bërë qytetin të dukej si një tablo e qetë dhe mikpritëse. Në mes të kësaj qetësie, Estet Clara Eber, një vajzë 23 vjeçare nga Gjermania, me flok bjond të gjatë dhe sy jeshil që shpërfashin kurreshtje dhe një farë ndjenja të fshehta tronditje për gjithçka që e rrethonte. Kishte ardhur në Prag për një praktik në një studio arkitekture, duke ndërruar të krijonte projekte që do ta bënin të njihej ndoshta një ditë jashtë vendit të saj. Palltoja e saj gri, çanta elegante dhe çizmet e larta e bënin të duket të sigurt, por në brend si ndjente një ngutje që nuk mund ta shpjegonte. Çdo hap i saj duke i maturuar, por syri i saj nuk shkonte vetëm tek rruga, tek trotuari apo tramvaji që vinte, shpesh ndalej të shikonte dritaret e dyqaneve, njerëzit që ecnin ngadalë, ose të shfaqurat e rastësishme që i jepnin një farë kuptimi për qytetin që po e pranonte si shtëpinë e saj të përkohshme. Kur afrohej tek kryqëzimi pranë rrugës Vinoradu, një burr i moshuar, i veshur me pallto të grisura dhe me bastën të dridhur, po përpishi të kalonte rrugën. Kishte fytyrë të rrudhur dhe sy të mjegullt, por një farë ngrohtësie dukej në shikim. Ai mbante një çantë të vjetër, që dukej se kishte kaluar dekada, dhe çanta shpërthente paksa duke lëshuar dokumente dhe letra që binin në borë. Clara e pa incidentin për një moment, ndjeu një shqetësim të vogël, por mendoi se nuk kishte kohë, tramvaji po vinte dhe ajo nuk mund të vonohej. Pa e ditur, refuzimi i saj do të regjistrohej në mënyrë të pakthyeshme. Ai tentoi të ngrinte çantën, por dridhja e duarve dhe rrëshqitja e borës e penguan. Një copë letre ra dhe u përplas mbi trotuar, duke u mbuluar pjesërisht nga bora e bardhë. Ai e vuri bastonin në tokë për një çast dhe tentoi të shpëtonte dokumentin e rëndësishëm, por pa sukses. Clara vazhdoi të ecte me hapa të shpejtë, duke i dhënë vetes arsyetime të vogla për indiferencën. Nuk mund të bëj gjithçka, mendoi ajo, kam punë, nuk është përgjegjësia ime. Por ajo nuk e kuptoi se kamera e sigurisë e instaluar mbi dyqanin e librit në çoshe kishte kapur çdo moment. Pamjet nuk tregonin thjesht një refuzim të thjeshtë, ato zbuluan përpjekjet e burrit për të mbajtur diçka të çmuar, fytyrën e tij të tensionuar dhe momentin kur ra në gjunjë për të mbledhur letrën. Një kalimtar tjetër nuk e kishte vënë re, por kamera regjistronte gjithçka, shprehjet e fytyrës, dridhjen e duarve dhe heshtjen e qytetit që dukej se nuk kishte ndërhyrë për të ndihmuar. Në kafenen pranë, ku zërat e klientëve dhe aroma e kafes mbushnin ajrin, një baris që monitoronte pamjet nga kamera e sigurisë, pa fytyrën e vajzës dhe gjithashtu çfarë ajo nuk pa, dokumentet që burri përpishej të ruante ishin pjesë e një historie personale të mbushur me humbje, mister dhe kujtime të vjetra që mund të ndryshonin mënyrën se si njerëzit e njohnin atë. Clara vazhdoi rrugën e saj, pa u kthyer, ndërsa burrit i duhej të ecte me ngadalë për të shkuar tek një cep tjetër i trotuarit, duke u përpjekur të mbante gjithçka të ruajtur. Qyteti vazhdonte të lëvizte rreth tij, njerëzit kalonin dhe vetëm barbardësia e shtresës së borës tregonte se një ngjarje e vogël kishte ndodhur. Në ditët që pasuan, kamera vazhdoi të rishikonte pamjet rastësisht nga disa punonjës të dyqanit. Çdo person që e pa videon filloi të spekulonte, a ishte refuzimi i vajzës thjesht indiferencë, apo një pasojë e ngutjes së jetës moderne që i bën njerëzit të shohin botën vetëm përmes syzeve të tyre? Çfarë kishte humbur Clara në atë çast dhe çfarë sekretesh të fshehta mbante burri, që do të shfaqeshin vetëm për syrin e kujdesshëm të atyre që i shikonin videot deri në fund? Bore Hall vazhdonte të binte mbi rrugët e qeta të Ikov, duke krijuar një heshtje të çuditshme mes zhurmës së qytetit dhe misterit të një çasti që dukej i parëndësishëm, por që do të kishte pasoja të pazakonta. Pamjet e regjistruara nga kamera nuk mbeten të pashërtuara shumë gjatë. Një ditë më vonë, pronari i dyqanit të librit, një burr i moshuar çek me qethje të hollë dhe sy të kujdesshëm, i tregoi një punonjësi të ri ato që kishte parë, fytyra e vajzës që ecte shpejt pa u ndalur, dridhja e duarve të burrit të moshuar dhe një copë letre që binte në borë si një sekret i vogël që askush nuk e kuptonte. Ai ishte i shqetësuar, nuk ishte e zakonshme që diçka kaq e vogël të mund të kishte pasoja të mëdha. Ndërkohë, Clara nuk kishte menduar më shumë për incidentin. Për të, ishte një tjetër mëngjes i ftohtë në Prag, një tjetër udhëtim i ngutshëm për në praktik, një tjetër ditë që duhej kaluar. Por fati kishte vendosur ndryshe. Pamjet e sigurisë filluan të shpërndaheshin në mënyrë të heshtur midis punonjësve të lagjes dhe kalimtarëve të rregullt, derisa dikush i publikoi rastësisht në një forum lokal të qytetit. Ajo nuk e dinte se po bëhej pjesë e një rrëfimi që do ta shokonte dhe do ta ndryshonte perceptimin e saj për atë mëngjes. Në të njëjtën kohë, burri i moshuar, Jan Novak, kishte mbërritur në strehen e tij të vogël një apartament të vjetër pranë lumit Vitava.
Ai ishte një njeri i heshtur, që kishte kaluar pjesën më të madhe të jetës i vetëm pas vdekjes së gruas së tij dhe largimit të fëmijëve jashtë vendit. Çanta që kishte mbajtur përpara ishte më shumë se një thjesht çantë, ajo përmbante letra të vjetra, dokumente të familjes dhe kujtime që tregonin një histori të humbur midis luftërave, emigrimeve dhe sakrificave që nuk u kuptuan nga askush. Ndërsa shikonte pamjet e kamerës, ai kuptoi diçka që e trembi, vajza që e kishte refuzuar nuk ishte thjesht indiferente. Ajo nuk e kishte parë sekretin që ai përpiqej të ruante. Për herë të parë, Jan kuptoi që gjithçka mund të ishte humbur për një moment pa kujdesje. Ai vendosi të vepronte, por nuk dinte se si. Clara, nga ana tjetër, filloi të ndjehej e çuditshme kur disa kalimtarë ndalonin dhe i tregonin për videon që po qarkullonte. Një ndjesë i ftohej u ngjit krahëve. Ajo e pa veten të shfaqur në ekran, duke kaluar pranë burrit që përpiqej të ngrihej, dhe pa fytyrën e tij të trishtuar dhe shprehjen e përpjekjes së humbur. Një ndjenjë faji dhe turpi ju përplas si val në shpirt. Ai ndjeu nevojën për të u kthyer, për të kuptuar më shumë, për të parë çfarë kishte humbur. Dita vazhdoi, por mendja e saj nuk pushonte. Në një moment të papritur, ajo u kthye në rrugën ku kishte ndodhur ngjarja. Trotuari ishte akoma i mbuluar me borë të shkrirë pjesërisht dhe vendi ku letra kishte rënë duke i heshtur. Ai çasti i vogël e tronditi, nuk ishte thjesht një gabim i vogël, ishte një moment që kishte mundur të ndryshonte historinë e dikujt tjetër, një histori që ajo nuk e kishte kuptuar ende. Pamjet e kamerës vazhduan të shfaqnin më shumë detaje, letra që binte, shprehja e burrit, përpjekjet e tij për të ruajtur diçka që dukej e çmuar. Një tjetër kalimtar i vjetër që kishte parë incidentin në të njëjtin çast, ndjeu një keqardhje të thellë dhe e përshkroi momentin si një pjesë të jetës që ndonjëherë njerëzit e rinj nuk e kuptojnë. Clara u ndal për një çast të gjatë dhe e kuptoi se ajo nuk kishte qenë indiferente nga natyra, por nga ngutja, nga mendimi i saj për jetën që po e rrëmbenin detajet e vogla. Ajo e kuptoi se shpesh, çastet e vogla të kujdesit mund të kenë rëndësi më të madhe se sa të mendosh se je duke ecur drejt destinacionit tënd. Ndërsa dita përfundonte dhe dritat e qytetit filluan të ndizen, ajo ndjeu nevojën të fliste me Janin, të kuptonte historinë e dokumenteve dhe të tregonte pendesën e saj. Çdo hap drejt tij ishte një hap drejt një përfitërimi që nuk e kishte kuptuar deri më atë moment, se gjithçka, edhe një refuzim i vogël, mund të zbulojë sekretet e një jete të tërë. Kur Clara u kthye në vendin ku kishte ndodhur incidenti, borbarësia e trash kishte filluar të shkrihej në rrezet e diellit të pasmes së ditës, duke lënë hapësira të lagura dhe gjurmë këmbësh që dukeshin të freskëta. Zemra e rritë fort ndërsa i afrohej një dritarje të vogël dyshani ku kamera e sigurisë kishte kapur gjithçka. Një ndjenjë që ditërisht e rëndi u përhap ndër mendime, ajo nuk ishte thjesht dëshmitare e një çasti të rastësishëm, ajo ishte bërë pjesë e një historie më të madhe, një historie që nuk e kishte kuptuar dhe që mund të kishte ndryshuar gjithçka në jetën e dikujt tjetër. Clara pa Janin që ecste ngadalë nga dera e apartamentit të tij, duke mbajtur çantën dhe duke përqafuar letrën me kujdes. Ai ishte një burr i vogël, i dobët nga mosha dhe vuajtjet, por syri i tij mbante një dritë të veçantë, të ngrohtë dhe të qetë, që tregonte se ai e dinte rëndësinë e çfarë kishte në dorë. Clara ju afrua ngadalë, ndjenja e pendesës dhe kurioziteti i bënin hapin të dyfisht, por ajo nuk mund të ndalte. A e kuptuat? Pyeti ajo, zëri i saj i dridhur dhe i butë. Janë u kthye dhe e shikoi me një përzierje trishtimi dhe mirësie. Çfarë? Tha ai, fytyra e tij e rrudhur duke reflektuar një farë lodhje të thellë. Letrën, dokumentet. Unë nuk doja të isha e pamëshirshme, por nuk e pash çfarë po ndodhte, tha Clara, duke u përpjekur të përmbante lotët që ngriheshin pa paralajmërim. Ja shikoi për pak çast, pastaj e fshiu shprehjen e ngrohtësisë dhe filloi të tregonte me zë të ulët historinë që e bënte atë të moshuar. Letra që kishte rënë nga çanta ishte një dokument i familjes që përfshinte një testament të vjetër dhe disa letra dashurie të gruas së tij të ndjerë. Ai kishte luftuar gjatë gjithë jetës së tij për të ruajtur këto kujtime, pasi për të ato ishin më të vlefshme se gjithçka tjetër. Ato dokumente përmbanin histori që nuk u pa nga askush, histori sakrificash, humbjesh dhe dashurie që kishte mbijetuar mes luftërave dhe emigrimeve. Clara e dëgjoi me vëmendje, fytyra e saj e mbushur me pendesë dhe trishtim. Ajo nuk kishte menduar se refuzimi i saj për të ndihmuar nuk ishte thjesht një moment indiference, ishte një moment që kishte vendosur në rrezik ruajtjen e një historie të tërë familjare. Një ndjenjë e rëndë e mbushi shpirtin e saj. Unë mund ta ndihmoj për ta ruajtur, tha ajo, duke shtrirë dorën e saj, jo vetëm për t'i dhënë mbështetje fizike, por për të ndihmuar të rikthehej diçka që kishte rëndësi të jashtëzakonshme. Janë e shikoi për një moment të gjatë, pastaj i buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje që dukej se kishte qenë e munguar për dekada. Ajo që e shokoi më shumë ishte ajo që zbuloi nga pamjet e kamerës, disa ditë më vonë.
Në një ripërpunim të videos, doli se një kalimtar tjetër, i cili kishte parë gjithçka dhe kishte folur më pas me disa fshinje, kishte ndihmuar të moshuarin në të njëjtën kohë që Clara po largohej. Por ajo pjesë e pamjes kishte mbetur në hijen e panjohur, duke treguar se momentet që ne i harrojmë ose nuk i shohim shpesh janë ato që bëjnë ndryshimin më të madh. Në atë çast, Clara kuptoi se çdo vendim i vogël, çdo refuzim apo mosveprim mund të ketë pasoja të mëdha. Ajo e kuptoi që jetët e njerëzve që takon nuk janë thjesht figura që kalojnë pranë, ato janë universi i tyre me sekretet, humbjet dhe kujtimet e pazbuluara. Dhe ajo ishte pjesë e këtij universi, edhe pse vetëm për një çast të shkurtër. Në ditët në vazhdim, Clara filloi të vizitonte Janin shpesh, duke ndihmuar të rregullonte dokumentet, duke i lexuar letra që ai nuk kishte dëshirë t'i humbiste dhe duke ndihmuar të kujtonte historitë që përmbanin. Një lidhje e pazakontë u krijua midis tyre, një urë midis brezave dhe kulturave, e ndërtuar mbi një moment që kishte nisur me një refuzim të thjeshtë, por që u shndërrua në një mësim të madh për empati, kujdes dhe rëndësinë e çdo çasti të vogël. Dhe ajo që e bënte gjithçka edhe më të çuditshme, ajo nuk kishte qenë vetëm një akt i rastësishëm. Kamera e sigurisë kishte treguar gjithçka, jo vetëm refuzimin e Claras, por edhe përpjekjet e burrit për të ruajtur diçka që askush nuk e kuptoi menjëherë. Ishte një kujtesë e heshtur e fuqishme se gjithçka regjistrohet dhe se ndonjëherë ajo që ne mendojmë se është e parëndësishme mund të jetë pjesë e një historie që meriton të ruhet. Ditët kalonin ngadalë në Prag, por për Clara në çdo moment kishte marrë peshë tjetër. Ajo ecte nëpër rrugët e qytetit me një vëmendje të re, çdo figurë, çdo buzëqeshje apo shikim të huaj e bënte të reflektonte mbi jetët e panjohura që kalonin pranë saj. Pamjet e kamerës që kishte parë disa ditë më parë nuk e linin të harronte. Nuk ishte thjesht një video, ishte një vështrim i heshtur mbi jetën e dikujt tjetër, mbi sakrificat që njerëzit bëjnë për të ruajtur kujtime, mbi mënyrën se si ndonjë çast i vogël mund të ndryshojë një histori të tërë. Jan Novak nuk ishte thjesht një burr i moshuar me çanta dhe letra. Ai ishte një arkiv historian i jetës së tij, duke ruajtur kujtimet që lidhnin gjenerata të tëra, letra që përmbanin dashuri dhe humbje, fotografi të vjetra dhe dokumente që tregonin përpjekjet e familjes për të mbijetuar në kohë të vështira. Çdo vizitë e Claras ishte një rast për të ndarë pjesë të këtyre kujtimeve, dhe çdo çast që ata kalonin së bashku e bënte atë të kuptonte se çfarë do të thotë të kujdesesh për dikë tjetër. Një ditë, ndërsa Clara ndihmonte Janin të rregullonte dokumentet e çantës së tij të vjetër, ata gjetën një letër të ndryshkur, të mbushur me shkrim të vjetër që nuk ishte parë kurrë më parë. Letra përmbante një rrëfim të gjatë dashurie midis prindërve të Janit dhe një ngjarje të mistershme gjatë kohës së luftës që tregonte për një fshehtësi të madhe familjare, një pasuri të humbur, një premtim që nuk ishte mbajtur dhe një lidhje që kishte mbetur e paplotësuar për dekada. Clara ndjeu një ftohje të çuditshme teksa lexonte fjalët. Ajo kuptoi se çdo gjë që kishte ndodhur në atë mëngjes të ftohtë kishte qenë më shumë se një incident i vogël. Refuzimi i saj, për një çast të vetëm, ishte pjesë e një rrëfimi që ishte më e madhe se jeta e saj, më e ndërlikuar dhe më e dhimbshme se sa mund të imagjinonte. Në lagjen Nikov, kalimtarët filluan të flasin për incidentin. Një grua e moshuar që kishte parë gjithçka nga dritarja e saj tha, nuk është thjesht vajza që nuk ndihmoi burrin, është një kujtesë se ne shpesh nuk shohim historinë e dikujt tjetër, se çdo çast mund të mbajë diçka të çmuar. Një djalë që po ecte për në punë e kishte shpërndar pamjen e videos në një forum lokal, duke shkruar, një moment indiferencë mund të duket i vogël, por ai mund të ndryshojë jetën e dikujt tjetër. Clara ndjeu një ngarkesë emocionale të madhe. Për herë të parë në jetë, ajo ndjeu peshën e një vendimi të vetëm, një çasti që mund të kishte ndryshuar rrjedhën e jetës së një njeriu. Ajo e kuptoi që kujdesi dhe vëmendja ndaj të tjerëve nuk janë vetëm shprehje mirësie, por mund të jenë çelësi i ruajtjes së kujtimeve, historive dhe të kaluarës që nuk duhet harruar. Jan filloi të tregonte më shumë histori, të sjell fotografi të vjetra dhe letra që kishin qëndruar të mbyllura për dekada. Clara e dëgjonte me vëmendje, duke kuptuar se çdo jetë ka një rrëfim të fshehtë, një histori që nuk duket në sipërfaqe, por që kërkon dikë që të dëgjojë dhe të kujdeset. Ata filluan të krijojnë një rutinë të vogël. Clara vinte pas praktikës, ndihmonte Janin, lexonte me të, rregullonte dokumentet dhe nganjëherë u ulnin thjesht për të parë qytetin nga dritarja, duke folur për kujtimet, shpresat dhe ndonjëherë për dhimbjet e paprekura. Një pasdite, ndërsa Bora filloi të binte përsëri mbi rrugët e qytetit, Clara kuptoi diçka tjetër. Ajo ishte pjesë e një mësimi që shtrihej përtej saj dhe Janit. Incidenti i vogël i mëngjesit, pamjet e kamerës dhe sekreti i fshehur i letrës kishin filluar të ndryshojnë perceptimin e qytetit mbi kujdesin dhe empatinë. Fshinje, kalimtarë dhe punonjës dyqanesh filluan të ndiheshin më të lidhur me njëri tjetrin, duke reflektuar mbi momentet e vogla që shpesh harrohen, por që kanë peshë të madhe.
Në këtë mënyrë, Klara dhe Jan filluan të ndërtojnë jo vetëm marrëdhënie personale, por një urë ndërmjet brezave dhe historive të harruara, duke kuptuar që një refuzim i vogël mund të shndërrohet në një ndjenjë përgjegjësie dhe ndërveprimi që ndryshon jetët. Dhe ndërsa nata binte mbi Prag, dritat e qytetit reflektonin mbi borën e bardhë si një kujtesë e heshtur, çdo çast ka rëndësi dhe ajo që duket e parëndësishme mund të zbulojë sekretet më të mëdha të jetës. Kur Klara filloi të lexonte me kujdes letrën e ndryshkur, ajo kuptoi se dokumenti nuk ishte thjesht një letër dashurie apo testament i zakonshëm, ai përmbante detajet që lidhnin një periudhë të vështirë të Europës. Letra tregonte historinë e një familjeje që kishte humbur gjithçka gjatë luftës, një rrugë të fshehtë migrimi dhe përpjekjet për të mbajtur të bashkuar një trashëgimi të madhe kulturore, që mund të zhdukej nga haresa. Çdo fjalë që Klara lexonte e lëndonte dhe e trondiste në të njëjtën kohë. Historia që janë kishte mbajtur të fshehur ishte mbushur me sakrifica, humbje të dashurve dhe zgjedhje të pamëshirshme që kishin vendosur të ardhmen e gjeneratave të ardhshme. Kishte pasur letra që përshkruanin rrugët e fshehta për të shpëtuar librat, fotografitë dhe dokumentet e familjes nga humbja. Ishte një rrëfim që tregonte se çdo vendim i vogël mund të ketë pasoja të mëdha dhe se indiferenca, edhe për një moment të shkurtër, mund të lërë plagë që nuk shërohen lehtë. Klara ndjeu një përgjegjësi të thellë. Për herë të parë, ajo kuptoi se refuzimi i saj nuk ishte thjesht një gabim i vogël, ai kishte qenë një çast që mund të kishte shkatëruar një histori të tërë. Ajo vendosi të mos e lërë të ndodhte kjo. Filloi të ndihmonte Janin çdo ditë, duke rregulluar dokumentet, duke i fotografuar, duke i skanuar dhe duke i ruajtur në mënyrë që asgjë të mos humbiste. Por historia nuk përfundonte këtu. Ndërsa Klara dhe Jan punonin së bashku, ajo zbuloi se letra përmbante një udhëtim të fshehtë, një portfeli me dokumente që familja e Janit kishte transportuar për dekada, duke kaluar nga një qytet në tjetrin për të shpëtuar trashëgimin e tyre kulturore. Disa letra tregonin se një pjesë e pasurisë familjare ishte zhdukur gjatë një konflikti në mes të viteve 40 dhe se disa fise të tjerë kishin marrë pjesë në fshehjen e saj, duke e mbajtur sekret për breza. Në lagjen Ikov, njerëzit filluan të flasin për incidentin e mëngjesit. Një grup kalimtarësh që kishin parë pamjet në video filluan të ndanin historinë mes tyre. Ata që e panë për herë të parë përshkruanin atë si një mënyrë për të reflektuar mbi jetët e të tjerëve, duke diskutuar për rëndësinë e empatisë dhe ndihmës së vogël që mund të shpëtojë diçka shumë të çmuar. Një gazetar i vogël lokal dëgjoi për ngjarjen dhe filloi të bënte pyetje, duke shkruar artikuj që e bënin rrëfimin edhe më të njohur në lagje dhe më gjerë. Klara e kuptoi se ngjarja kishte filluar të merrte për masa që nuk i kishte menduar kurrë. Ajo nuk ishte thjesht një akt personal, ishte një mësim për gjithë komunitetin. Në çdo bisedë që kishte me fshinje, ajo ndjente se njerëzit fillonin të reflektonin mbi veprimet e tyre, mbi mënyrën se si trajtojnë të moshuarit, fëmijët dhe dokumentet e tyre të çmuara. Jan filloi të tregonte më shumë detaje të jetës së tij dhe të familjes. Kishte letra që përshkruanin humbjen e një motre që kishte humbur kontaktin gjatë luftës dhe fëmijët e tij që nuk kishin pasur mundësi të kuptonin historinë e tyre të vërtetë. Ai tregonte për dashurinë dhe miqësitë që ishin prishur nga circumstanca dhe për mënyrën se si një dokument i vogël, një letër apo testament mund të mbante të lidhur breza të tërë. Klara filloi të kuptonte se çdo akt indiference, çdo refuzim mund të ketë pasoja të thella. Ajo u ndje e lidhur me Janin, por edhe me një rrjet të tërë të historive që nuk ishin parë nga askush. Çdo vizitë ishte një udhëtim emocional për të dy, një kombinim mes kujtimeve të harruara dhe mësimeve të jetës. Në atë kohë, qyteti i Pragës po përjetonte një tërheqje të veçantë ndaj historive të fshehta. Një koleksion i vogël librash dhe dokumentesh nga lagjet e vjetra u zbuluan në arkiva të ndryshme, dhe disa prej tyre kishin lidhje të drejtpërdrejta me dokumentet e Janit. Klara dhe Jan filluan të bashkëpunojnë me bibliotekën lokale për të ruajtur materialet, duke bërë një punë të heshtur, por me rëndësi të madhe për ruajtjen e historisë. Çdo ditë që kalonte, Klara kuptonte më shumë rëndësinë e momentit të mëngjesit të parë. Një incident i vogël kishte çuar në një udhëtim që lidhi njerëz të panjohur, hapësira dhe breza, duke treguar se historia nuk është vetëm ajo që lexon në librat shkollor, por ajo që njerëzit mbajnë në dorë dhe në kujtesën e tyre. Ditët e ftohta të dimrit vazhdonin në Prag, por për Klarën çdo ditë kishte marrë një ritëm tjetër. Ajo nuk este më pa u ndalur për të vëzhguar rrugët e qytetit, çdo fytyrë që kalonte pranë, çdo fëmijë që qeshte, çdo çift i moshuar që este ngadalë, e bënte të reflektonte mbi jetët e panjohura që përbënin qytetin. Historia e Janit, letra e ndryshkur dhe incidenti i mëngjesit ishin bërë pjesë e mendimeve të saj më të thella, dhe ajo ndjente një përgjegjësi që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë.
Në një pasditë të lagur, ndërsa Klara dhe Jan punonin për të ruajtur dokumentet e çantas së vjetër, ajo gjeti një tjetër pjesë të fshehtë që nuk ishte parë më parë. Një udhëtim i fshehtë i një portfeli me dokumente që familja e Janit kishte transportuar për dekada, duke kaluar nga një qytet në tjetrin për të shpëtuar trashëgimin kulturore nga lufta dhe konfliktet politike. Kishte letra që përshkruanin marrëveshje të fshehta midis familjeve të ndryshme, shprehje dashurie që mbështesnin mbijetesën e kujtimeve dhe plane për të mbrojtur librat, fotografitë dhe dokumentet nga humbja. Çdo fjalë që Klara lexonte e mbushte me një ndjenjë të thellë respekti dhe trishtimi. Ajo kuptoi se çdo refuzim, çdo indiferencë, mund të kishte pasoja të jashtëzakonshme. Refuzimi i saj i mëngjesit nuk ishte thjesht një moment i zakonshëm, ishte një pjesë e një rrëfimi që përfshinte dekada, humbje, dashuri dhe sakrifica. Ndërkohë, qyteti i Pragës filloi të merrte vëmendje për ngjarjen. Një gazetar lokal e kishte ndjekur ngjarjen dhe filloi të shkruante artikuj për vajzën që refuzoi të ndihmonte, por mësoi një histori të fshehtë. Artikujt u shpërndan shpejt, dhe njerëz nga lagjet përreth filluan të vinin për të parë Klaran dhe Janin. Ata dëshironin të dinin më shumë rreth historisë, rreth letrës, dhe se si një incident i vogël kishte sjellë në dritë një pjesë të harruar të historisë së qytetit. Klara dhe Jan filluan të ndajnë histori, të tregojnë për jetët e kaluara dhe për pasojat e veprimeve të vogla. Një pasdite, një grua e moshuar nga rruga pranë erdhi të shikonte dokumentet dhe tha, nuk e dija që një letër kaq e vogël mund të kishte aq rëndësi. Ju keni shpëtuar diçka që askush nuk e kuptoi për dekada. Një djalë i ri që po studionte historinë e lagjes filloi të fotografonte dokumentet dhe të regjistronte historitë, duke ndihmuar që ato të mos humbnin kurrë. Pasojat e incidentit filluan të shfaqeshin në mënyra të tjera gjithashtu. Një koleksion librash dhe dokumentesh nga lagjet e vjetra u zbuluan në arkiva të ndryshme, disa prej të cilave kishin lidhje të drejtpërdrejta me dokumentet e Janit. Klara dhe Jan filluan të bashkëpunojnë me bibliotekën lokale dhe muzeun e qytetit për të ruajtur materialet, duke krijuar një rrjet të fshehtë që ruante historinë, të mbushur me kujtime dhe mistere që nuk ishin parë më parë. Marrëdhënia e Klaras dhe Janit u thellua çdo ditë. Ata ndanin jo vetëm kujtime dhe dokumente, por edhe momente intime të reflektimit mbi jetën, humbjet dhe dashuritë që kishin përjetuar. Një ditë, ndërsa Bora binte ngadalë mbi rrugët e qytetit, Klara ndjeu se ajo nuk ishte thjesht një ndihmëse për Janin, ajo ishte bërë pjesë e një rrëfimi të gjallë, një urë midis breznive, një kujtesë se çdo çast i vogël ka rëndësi të madhe. Në këtë mënyrë, historia që kishte filluar me një refuzim të thjeshtë u shndërrua në një udhëtim emocional dhe historik që lidhi njerëz, qytete dhe kohra të ndryshme. Klara dhe Jan nuk ishin vetëm dy njerëz që ndihmonin njëri tjetrin, ata ishin mbajtës të kujtesës dhe të së kaluarës, duke treguar se një moment indiferencë mund të kthehet në një histori të jashtëzakonshme të lidhjes, empatisë dhe respektit. Disa ditë pas zbulesës së fshehësisë së letrës, një email i paparashikueshëm bëriti në adresën e Klaras. Ishte nga një historian lokal, i cili kishte lexuar artikujt në forumet online dhe kishte parë disa pamje të incidentit të mëngjesit nga kamera e sigurisë. Ai kërkonte të takonte Klaran dhe Janin për të diskutuar një dokument të tretë, i cili sipas tij lidhej me trashëgiminë e fshehur të familjes së Janit. Klara ndjej emocionuar dhe e friksuar njëkohësisht. Kjo ishte një mundësi që historia të zgjeronte horizontin e saj dhe të zbulonte dimensione të reja të fshehtësisë. Jan, i cili I kishte treguar gjithçka për peripecitë e jetës së tij dhe dokumentet e vjetra, ndjeu se ishte koha që të ndante më shumë nga e kaluara e tij, edhe pse frika dhe kujtimet e dhimbshme e kishin bërë gjithmonë të rezervuar. Takimi u caktua në një kafe të vogël pranë lumit Vltava. Historiani, një burr me sy të hollë dhe shikim të kujdesshëm, nxori një portofol të vjetër që kishte gjetur në arkivat e qytetit. Kjo është pjesë e një rrjeti dokumentesh që lidhen me familjen e Novakëve, tha ai, duke e dorëzuar tek janë letra dhe dokumente që përmbante portofoli treguan lidhje të fshehta me qytete të tjera të Europës, marrëveshje që kishin shpëtuar nga luftërat, si dhe një hartë të fshehtë që tregonte vendodhjen e dokumenteve të tjera të humbura. Klara dhe Jan punuan ditë e natë për të kuptuar çdo detaj. Ata zbuluan se një pjesë e letrave dhe dokumenteve ishte e lidhur me një histori dashurie dhe tradhëtie që kishte ndodhur gjatë viteve 40 dhe se disa fise dhe persona të njohur lokale kishin pasur rol në ruajtjen apo humbjen e këtyre materialeve. Historia filloi të bëhej më komplekse, çdo dokument I ri shpaloste mistere dhe zgjonte emocione të papritura. Ndërkohë, qyteti I Pragës filloi të merrte vëmendje për ngjarjen. Gazetat lokale dhe blogerët e historisë filluan të shkruanin artikuj që tregonin se si një moment I vogël indiferencë mund të çojë në zbulime historike dhe lidhje njerëzore që ndryshojnë komunitete të tëra. Një kalimtar I ri, I cili kishte parë pamjet e videos, e ndau atë në rrjetet sociale, duke u bërë viral dhe duke nxitur diskutime mbi empatinë dhe rëndësinë e kujdesit për të moshuarit.
Clara filloi të kuptonte që marrëdhënia e saj me Janin nuk ishte thjesht personale, ajo ishte pjesë e një rrjeti më të madh që lidhte njerëz dhe histori, duke bërë që ajo të ndiejë përgjegjëse jo vetëm për mirëshenjen e Janit, por edhe për ruajtjen e së kaluarës së tij dhe trashëgimisë së qytetit. Një mbrëmje, ndërsa Bora binte ngadalë dhe dritat e qytetit reflektonin mbi ujërat e lumit, Clara dhe Jan gjetën një dokument të fundit që ndryshonte gjithçka. Ai dokument tregonte për një marrëveshje sekrete midis familjeve të ndryshme, e cila, nëse do të zbulohej plotësisht, mund të shkatëronte reputacionet dhe marrëdhëniet e shumë njerëzve. Por gjithashtu tregonte një pjesë të fshehur të historisë së dashurisë dhe mbijetesës që asnjë nga të gjallët nuk e kishte ditur. Në atë çast, Clara ndjeu një përzierje emocionesh, trishtim, respekt, dashuri dhe përgjegjësi. Ajo e kuptoi se çdo vendim, çdo çast i vogël në jetë, mund të ketë pasojë të jashtëzakonshme, jo vetëm për një person, por për shumë breza. Refuzimi i saj i mëngjesit kishte nisur këtë udhëtim, dhe tani ajo ishte pjesë e një rrëfimi që po ndryshonte historinë e qytetit. Disa javë pas takimit me historianin, një incident i papritur ndryshoi gjithçka. Një fshinj i vjetër, që kishte qenë i njohur për rrëfimet e tij të çuditshme dhe për thashethemet, filloi të qarkullonte histori për dokumentet e Janit. Ai pretendonte se disa nga dokumentet përmbanin informacione komprometuese për familje të njohura të qytetit, dhe se disa marrëveshje të fshehta mund të shpërthenin në dritë, nëse nuk ruheshin me kujdes. Clara u ndjej alarmuar. Ajo e kuptoi menjëherë se historia që kishte nisur me një refuzim të vogël, po merrte për masa të paparashikueshme. Nuk ishte më vetëm një incident lokal, po bëhej një çështje e rëndësishme për të gjithë lagjen dhe qytetin. Jan, i cili gjithmonë kishte preferuar të mbante gjithçka të fshehtë, filloi të ndjehej i rrezikuar. Ai nuk e kishte menduar se të tjerët do të interesoheshin kaq shumë, dhe se sekreti i tij do të tërhiqte vëmendje të paimagjinueshme. Një ditë, Clara dhe Jan morën një vizitë të paparashikuar, një avokat dhe një përfaqësues i një muzeu lokal erdhën për të parë dokumentet. Ata shprehen një shqetësim të madh. Disa letra përmbanin informacione që mund të shpallnin trashëgimit të dyshuara, marrëveshje të fshehta dhe histori të humbura. Clara dhe Jan kuptuan se duhet të vepronin shpejt për të ruajtur dokumentet dhe për të vendosur një plan që do të mbante gjithçka të sigurt. Gjatë kësaj periudhe, marrëdhënia e Claras dhe Janit u thellua akoma më shumë. Ata filluan të ndanin jo vetëm dokumentet dhe kujtimet, por edhe momente intime ku diskutohej për humbjet, dashurinë dhe përgjegjësitë e tyre. Një mbrëmje, ndërsa shikonin dritat e qytetit nga dritarja e apartamentit të Janit, Clara tha, ndonjëherë mendoj se çdo moment që nuk ndihmojmë dik mund të ketë pasoja më të mëdha se sa imagjinojmë. Jan e shikoi për një kohë të gjatë dhe më pas buzëqeshi. Dhe ndonjëherë, një gabim i vogël mund të na çojë në histori që nuk e kishim menduar kurrë, tha ai. Por tensioni nuk përfundoi këtu. Një ditë, një reporter lokal arriti të futet fshehurazi në apartament, duke përfituar nga momenti kur Clara shkoi jashtë për të blerë libra. Ai mori disa fotografi të dokumenteve dhe i postoi në internet, duke nxitur një diskutim të gjerë mbi histori dhe trashëgimi. Qyteti u përfshi nga debatet, disa e vlerësuan punën e Claras dhe Janit, ndërsa të tjerë u shqetësuan për privatësinë dhe pasojat që mund të kishte zbulesa. Clara ndjehej e çorientuar dhe e zemëruar. Ajo kuptoi se çdo hap që bën për të ndihmuar dik mund të sjellë sfida të papritura, dhe se bota jashtë apartamentit të Janit nuk ishte e lehtë për t'u menaxhuar. Por ajo nuk mund të ndalte, ajo ndjente një përgjegjësi të thellë ndaj Janit dhe trashëgimisë së tij. Në një moment tjetër dramatik, një fshinj i ri, i cili kishte punuar për arkivat e qytetit, erdhi me një copë tjetër dokumentesh që lidhej me letra të fshehta të Janit. Ai tha, këto nuk janë thjesht letra. Ato tregojnë për një rrjet të tërë marrëveshjesh dhe histori që lidhen me qytetin. Nëse ato bien në duar të gabuara, mund të ketë pasoja të mëdha për familje dhe institucionet. Clara dhe Jan kuptuan se historia kishte kaluar kufit e tyre. Ata nuk ishin më thjesht dy individ që ndihmonin njëri tjetrin, ata ishin mbajtës të një trashëgimie komplekse, të një rrjeti sekretesh që kërkonin kujdes, durim dhe vendosmëri. Kjo periudhë e tensionuar solli edhe momente të fuqishme emocionale. Clara shpesh shikonte Janin dhe ndjente një përzierje dashurie, respekti dhe pendese për mëngjesin e parë kur e kishte refuzuar. Jan, nga ana e tij, filloi të tregonte histori më të thella, duke e ftuar Clarën të bëhej pjesë e kujtesës së tij, një mënyrë për ta bërë atë të ndihmojë jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht dhe historikisht. Një mëngjes të ftohtë dimri, Clara zgjoi Janin me një lajm të paparashikueshëm. Një letër e re ishte mbërritur në adresën e tyre, pa emër dërguesi. Kur e hapën, zbuluan një faksimile të një dokumenti të vjetër, i cili tregonte një fshehësi të madhe familjare që lidhej me luftën dhe një pasuri të humbur që nuk kishte rënë në sy për dekada. Dokumenti përmbante emra, marrëveshje sekrete dhe një listë vendodhjesh që mund të çonin në një thes me letra të humbura.
Klara e kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një zbulesë e zakonshme, historia po merrte për masa plot mister dhe tension, dhe çdo veprim i tyre tani mund të ndikonte në shumë njerëz dhe familje në qytet. Ja ndjeu një trishtim të thellë. Ai nuk kishte menduar se fshehtësitë e tij do të dilnin në dritë në këtë mënyrë dhe se dikush mund të përpiqej t'i përdorte për interesa personale. Në të njëjtën kohë, fshinjit filluan të bëheshin kurioz dhe disa madje të dyshimt. Një burr i moshuar që e njihte familjen e Janit erdhi duke u ankuar se dokumentet mund të dëmtonin reputacionin e tyre. Një grup historianësh të rinj, të cilët kishin lexuar artikujt në mediat lokale, u përpoqën të kontaktonin Klarën dhe Janin për të ofruar ndihmë, por edhe për të verifikuar autenticitetin e dokumenteve. Në këtë kaos të ndërthurur, marrëdhënia mes Klarës dhe Janit u forcuar. Ata kalonin orë të tëra duke rishikuar dokumentet, duke diskutuar për historinë dhe marrëveshje sekrete dhe duke ndarë momente intime ku ndjenja e besimit dhe ngrohtësisë ishte e dukshme. Një mbrëmje, ndërsa shikonin borën që binte mbi rrugët e Pragës, Jan tha, Klara, çdo moment që nuk ndihmojmë dik mund të ketë pasoja që nuk mund t'i imagjinojmë. Por gjithashtu, çdo vendim i guximshëm mund të shpëtojë histori që do të humbnin përgjithmonë. Klara e kuptoi thellësisht mesazhin e tij. Ajo nuk ishte thjesht një vajzë që kishte refuzuar një mëngjes të ftohtë, ajo ishte bërë pjesë e një rrjeti komplekse të historive dhe marrëveshjeve ku çdo hap dhe vendim kishte rëndësi. Fakti që ata tani po mbronin dokumente dhe trashëgiminë e Janit e bënte atë të ndjehej e fuqizuar dhe e përgjithshme në të njëjtën kohë. Konflikti u intensifikua kur një gazetar i pa autorizuar publikoi disa fotografi të dokumenteve në internet. Reagimet ishin të përzira, disa qytetarë i lavdëruan për guximin dhe për vëmendjen ndaj historisë, ndërsa të tjerë shqetësoheshin për sekretet të zbuluara dhe për pasojat që mund të sillnin për familjet e përfshira. Klara dhe Jan u detyruan të ndërmerrnin masa për të mbrojtur dokumentet, duke vendosur ruajtje të sigurt dhe planifikim të kujdesshëm për çdo hap. Gjatë kësaj periudhe, Klara zbuloi një letër tjetër, e shkruar nga një grua që kishte jetuar në qytet gjatë viteve të luftës. Letra përshkruante një histori dashurie, tradhtie dhe humbjeje që lidhej me dokumentet e Janit dhe tregonte se si njerëzit kishin sakrifikuar gjithçka për të ruajtur kujtimet dhe trashëgimin. Çdo fjalë që Klara lexonte e mbushte me emocione të papërshkrueshme, trishtim, habi, respekt dhe një ndjenjë të fortë përgjegjësie. Në këtë mënyrë, historia filloi të merrte për masa që asnjë nga ta nuk e kishte menduar. Një incident i thjeshtë i mëngjesit ishte kthyer në një udhëtim të gjatë dhe kompleks për ruajtjen e historisë, empatinë dhe marrëdhëniet njerëzore, duke përfshirë qytetin e Pragës dhe komunitetin e tij. Klara kuptoi se çdo moment i vogël ka rëndësi të madhe dhe se indiferenca mund të ndryshojë jetën e dikujt në mënyra që ne nuk mund t'i parashikojmë. Një mbrëmje të ftohtë, ndërsa bora binte ngadalë mbi rrugët e Pragës, Klara dhe Jan morën një telefonat të pazakontë. Ishte një e moshuar nga një lagje tjetër, e cila pretendonte se posedonte disa letra të tjera të lidhura me fshehtësitë e familjes Novak. Ajo tha se kishte ruajtur dokumente për dekada dhe se tani ndjente se ishte koha të ndante historinë. Klara dhe Jan e vizituan menjëherë. Në shtëpinë e saj, ata zbuluan koleksionin më të madh të letrave dhe dokumenteve që kishin parë ndonjëherë. Letrat tregonin histori dashurie, tradhtie, humbje dhe marrëveshje sekrete midis familjeve të njohura të qytetit dhe lagjeve përreth. Kishte edhe skica të qytetit me vendodhje të fshehta që mund të çonin tek arkiva të tjera ose objekte të humbura, ndërkohë tensioni u rrit në lagje. Një fshinj që kishte dëgjuar për vizitën filloi të qarkullonte fashetheme, duke sugjeruar se disa nga dokumentet mund të shkaktonin probleme ligjore ose sociale për familjet që përmendeshin. Një historian i ri publikoi një artikull në një blog lokal, duke paralajmëruar se zbulesat e fshehta mund të ndryshojnë perceptimin e qytetit dhe historinë e tij. Klara filloi të ndjej peshën e përgjegjësisë. Historia kishte kaluar kufit e saj dhe tani përfshinte shumë njerëz, histori të humbura dhe sekrete që nuk mund të zbuloheshin lehtë. Jan megjithatë e kuptoi se kjo ishte mundësia për të ruajtur trashëgimin e familjes së tij dhe për të treguar historinë e vërtetë, edhe pse kjo do të sillte sfida të mëdha. Një pasdite tjetër, ndërsa punonin mbi dokumentet, Klara gjeti një letër që ndryshoi gjithçka. Ishte një rrëfim i fshehtë midis dy familjeve rival, ku një marrëveshje e fshehtë ishte bërë gjatë luftës për të shpëtuar artefakte, fotografi dhe libra. Në letër përmendej edhe një histori dashurie midis dy të rinjve që ishte ndërprerë nga konflikte të jashtme dhe tradhti të fshehta. Klara dhe Jan kuptuan se kjo histori ishte më e madhe se sa kishin imagjinuar. Çdo dokument dhe letër tregonte për sakrifica, humbje dhe guxim, dhe ata ndjen një lidhje të veçantë me njerëzit që kishin jetuar atë kohë. Historia nuk ishte më thjesht personale, ajo lidhej me breza të tërë dhe me qytetin e Pragës, duke treguar se çdo veprim i vogël mund të ndryshojë historinë. Një mbrëmje, ndërsa shikonin qytetin nga dritarja, Klara pyeti, Jan, a mendon se incidenti i mëngjesit tim ka nisur gjithë këtë rrëfim?
Ai u qesh e tha, po, Clara. Një moment i vogël indiferencë mund të duket i parëndësishëm, por ndonjëherë ai është çelësi që hap histori që askush nuk do t'i kishte zbuluar kurrë. Kjo realizim e bëri Clarën të ndjehej pjesë e një rrjeti të madh të historive dhe marrëdhënieve, ku çdo hap dhe vendim kishte rëndësi të jashtëzakonshme. Ata kuptuan se duhet të vepronin me kujdes, duke ruajtur dokumentet dhe duke ndihmuar qytetin të kuptojë rëndësinë e trashëgimisë së fshehur. Ditët e fundit të dimrit sollën një atmosferë të veçantë në Prag. Bora e hollë mbulonte rrugët, dritat reflektuan mbi ujërat e lumit Vltava dhe qyteti duke i qetë, por brenda apartamentit të Janit tensioni ishte më i madh se kurrë. Një zbulim i fundit kishte arritur në duart e tyre, një dosje e fshehur në arkivin e qytetit, e cila përmbante dokumentet më të rëndësishme të familjes Novak dhe një harë që lidhte të gjitha arkivat e humbura të qytetit dhe të lagjeve përreth. Clara dhe janë punuan për orë të tëra për të analizuar çdo dokument. Ishte një rrjet i tërë historish, marrëveshjesh dhe dashurish të ndaluara që tregonin se si njerëzit kishin sakrifikuar gjithçka për të ruajtur trashëgimin. Çdo letër, çdo shënim dhe çdo skic tregonin një botë të fshehtë që rrëfehej vetëm për ata që dinin të dëgjonin. Por tensioni kulmoi kur disa fshinjë të dyshimt dhe historian lokal kërkuan të shikonin dokumentet. Ata paralajmëruan se disa letra mund të shpalosnin skandale ose konflikte të vjetra. Një debat i zjarr shpërtheu, por Clara dhe Jan mbajtën qetësinë. Ata e kuptuan se ruajtja e historisë dhe e trashëgimisë ishte më e rëndësishme se çdo opinion i jashtëm. Në këtë klim, Clara dhe Jan gjetën një letër të fundit, të shkruar nga një prej figurave më të rëndësishme të qytetit gjatë viteve të luftës. Ajo përshkruante sakrificat, tradhtit, dashuri dhe shpresën që mbijetuan në një periudhë të errët. Letra përfundonte me një mesazh të qartë: çdo veprim i vogël ka rëndësi. Çdo moment indiferencë mund të humbasë histori, por çdo ndihmë, sa e vogël, mund të shpëtojë një botë të tërë kujtimesh. Clara e kuptoi që ky ishte mesazhi për të. Incidenti i mëngjesit kur refuzoi të ndihmonte Janin nuk kishte qenë fundi i asaj historie, por fillimi i një rrugëtimi të jashtëzakonshëm. Ajo kishte mësuar rëndësinë e çdo çasti, çdo vendimi dhe çdo akti të vogël mirëkuptimi. Në fund, dokumentet u vendosën në muzeun lokal dhe bibliotekën e qytetit, ku do të ruheshin për brezat që vinë. Clara dhe Jan qëndruan pranë dritares së apartamentit të tij, duke shikuar qytetin që ishte pjesë e historisë që sapo kishin ruajtur. Ai tha, e kupton tani, Clara? Një moment i vogël mund të ndryshojë gjithçka. Ajo buzëqeshi dhe e ndjeu të vërtetën e thjeshtë, por të fuqishme, çdo gjest, çdo ndihmë, çdo refuzim ka pasojë, dhe ndonjëherë historia ka nevojë për ne për ta ruajtur vetveten. Dhe kështu, historia që filloi me një refuzim të thjeshtë të mëngjesit u shndërrua në një rrëfim të jashtëzakonshëm të trashëgimisë, dashurisë, humbjes dhe fuqisë së veprimeve të vogla, një histori që nuk do të harrohej kurrë.